إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الفاتحة صدق الله العظيم ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të nderuar vëllezër musliman, sot do të flasim për një sure të Kur'anit që pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për të surja më e madhe, më e vlefshme e librit të Allahut xhelle xhelaluhu. Sure e cila përmban të gjithë kuptimin e librit të Allahut xhelle xhelaluhu në ajetet e pakta të saja. Kjo sure është 7 ajete. Allahu xhelle xhelaluhu thot es-seb'ul mathani, po edhe pejgamberi i tij ashtu thot se është 7 që përsëritet, 7 ajete që përsëriten gjithmonë. Ku përsëriten këto ajetet? Vëllezër, në çdo rekat të namazit përsëriten këto 7 ajete. Ajo është surja El-Fatiha. Surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu xhelle xhelaluhu sikur të gjithë kuptimin për mbajtjen e Kur'anit e ka fut në këtë sure, dhe ai i cili e kupton këtë sure mirë, edhe namazin e ka me përkushtim, edhe imanin e ka të fort, edhe lidhjen me krijuesin e tij, me Zotin e botëve, e ka një raport shumë të mirë dhe të fort me krijuesin e tij. Shkurtimisht do të përmendim se çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu në këtë sure dhe çfarë themi në çdo rekat me këto ajete madhështore. Allahu xhelle xhelaluhu e fillon me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Pra këtu ne si robër të Allahut xhelle xhelaluhu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ta fillojmë leximin ton me emrin e Allahut, që kërkojmë ndihmë prej Allahut, që me këtë ibadet, me këtë lexim, pra ta gjejmë atë udhëzimin. Çdo punë e mirë, çdo punë e hajrit fillon me emrin e Allahut xhelle xhelaluhu. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshirëplotit, mëshiruesit. Çfarë do të thot Allah? Allah do të thot ai i cili adhurohet me të drejtë, meriton të adhurohet. Emri Allah i përfshin, i përmban krejt cilësitë e përsosura dhe cilësitë e larta të Allahut xhelle xhelaluhu. Pastaj themi Ar-Rahmanir-Rahim, do me thonë Bismillahirrahmanirrahim, i gjithë mëshirshmi, i mëshiron të gjitha krijesat e tij, qofshin musliman apo jo musliman, qofshin të udhëzuar apo jo të udhëzuar, i mëshiron. Ar-Rahim do të thot i mëshiron vetëm ata që meritojnë të mëshirohen ditën e gjykimit. Pra i mëshiron vetëm besimtarët. Fillimisht i mëshiron krejt krijesat e tij, pastaj i mëshiron vetëm ata që kanë besuar. Pastaj themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi, lavdërimi, të gjitha llojet e madhërimit, falënderimit i takojnë Allahut xhelle xhelaluhu. Pra Allahu është ai që krijon, ai që na jep begati, ai që na jep jetë, ai që na merr jetën, ai që kujdeset për ne. Pastaj Rabbil Alamin. Rabbil Alamin përkthehet Zoti apo kujdestari i botëve. Botat çfarë janë? Botat krejt krijesat e Allahut xhelle xhelaluhu hyjnë në këtë term. Alamin, bota e njerëzve, të gjinëve, të kafshëve, të insektëve, planeteve. Çka ka mes qiejve dhe tokës
dhe ndër tokë. Krejt krijesat e Allahut janë domethënë botën vete. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu në mënyrën shumës e përdor. Allahu është Zoti i krejt botëve. E ki e meriton falenderimin subhanahu wa ta'ala. Ki Zot i vërtet që meriton të adhurohet, që krijon, që furnizon, që kujdeset për krijesat e tij, ki është ai Zot që meriton të adhurohet, edhe pse shumë njerëz adhurojnë diçka jashtë Zotit të botëve. Ama ata janë të devijuar dhe e bëjnë një gjë që Allahu nuk e pranon, pra e bëjnë shirk. Pastaj thot Allahu xhalla xhelaluhu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gjithashtu ky Zot që krijoi gjithçka dhe e mban gjithçka me furnizim e me kujdesje, e meritoi adhurimin, falenderimin, lavdrimin, po ashtu ky Zot është çaj i plot mëshirshmi dhe mëshiruesi, i mëshiron krejt krijesat. Jo muslimanëve a nuk jep të hanë Allahu, u jep prej mëshirës së tij që kaplon çdo gjë. Mëshira e Allahut, dituria e Allahut ka kaplu çdo krijesë e i mëshiron këtë dynja. Pastaj mëshira e Allahut që është më e veçantë u takon vetëm besimtarëve, Ar-Rahim. Pastaj lavdrimi po ashtu i takon Allahut, Maliki Yawmiddin, sunduesi të ditës së fesë. Kështu thot. Dita e fesë, cila ditë është kjo? Dita e Kiametit, dita e shpërblimit dhe dita e llogarisë. Allahu xhalla xhelaluhu për çdo vepër, për çdo lëvizje, për çdo qëndrim që bën biri i Ademit dhe bia e Ademit, do ta marrën llogari, sepse i ka dhënë shumë nimete, e ka kriju, e ka pajis me logjik. I sheh krejt ajetet e Allahut që i ka përreth dhe ai do të merret në llogari. Kjo është besim në ditën e gjykimit, në ringjalljen pas vdekjes, në llogarinë para Allahut xhalla xhelaluhu. Pra kjo sure i përmban krejt çështjet e imanit, të besimit. Prandaj pastaj thot Allahu xhalla xhelaluhu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thot me një fjalë Allahu, thuni o robërit e min namaz, vetëm ty të adhurojmë Allah dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Të gjitha llojet e ibadetit, të adhurimit, vetëm Allahut i dedikohen. Ndash sejdë, ndash ruku, ndash lutje, ndash madhërim, lavdrim, atë i cili është pa tmeta, pa mangësi. Kur themi Subhana Rabbiyal A'la, kur themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ky kuptim do me thonë merret se lavdrimi, të madhurohet, të adhurohet i takon vetëm atij që krijon, jo atij që nuk krijon, që nuk ka në dorë asgjë, po Allahu ka çdo gjë në dorë. Pastaj ndihma kërkohet vetëm prej Allahut, sepse ai është që na jep nimetet. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thot Allahu xhalla xhelaluhu. Çdo begati, çdo nimet që e keni prej Allahut. A kërkohet ndihma prej dikujt që nuk na jep begati, që nuk na krijon, nuk na furnizon? Jo. Mbështetemi te Allahu, atij i bëjmë sejdë, nuk i përkulemi askujt përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj vëllezër të dashur, themi ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. O Allah, na udhëzo në rrugën e drejtë. Na shto nëse jemi të udhëzuar çdo rekat. Muslimani e ne me i ban 100 vjet, pim 15 vjet, deri në 100 vjet, në çdo rekat kët e thot kët lutjen, lutja më madhështore kjo është. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit, në rrugën e fesë së vërtet, që çon në xhenetin tënd, që çon në kënaqësinë tënde o Allah. Pra çdo mirësi e kemi prej Allahut, mirësia më e madhe është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe ne nuk do ishim qenë të udhëzuar nëse nuk na kish udhëzuar Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj themi, na udhëzon rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që u dha begati, nimete. Kush janë këto? Allahu thot në Kur'an se këto janë pejgambert, besnikët, shahidët, dëshmorët dhe njerëzit e mirë, të devotshëm. Në rrugën e atyre na udhëzo o Allah, që u ke dhënë të mira edhe në dynjë edhe në ahiret. Pastaj themi ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Jo në rrugën e atyre që e kanë fituar hidhrimin e Allahut, e kanë tërhek mbi vete hidhrimin
Do me thënë, atë gjën më të keqe që mund të bëjnë, hidhrimin e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, këto janë jahudit. Pse? Se këto e dinë të vërtetën, po prej inatit nuk e zbatojnë, nuk e pranojnë. Këto janë jahudit dhe ata të cilët janë cilësitë e jahudive. Nuk do të thotë se vetëm jahudit. Kush i vesh këto, do me thënë, mvishet me këtë cilësi, ai e meriton hidhrimin e Allahut. Kush janë këta? E dinë të vërtetën, nuk e pranojnë. E dinë të vërtetën, nuk e praktikojnë. Këto Allahu na ruajt edhe ne mund të jemi. I dim farzet e Allahut? Jo, themi, jo. I dim haramet e Allahut? Jo. Atëherë bëhemi si jahudit. Walad dallin. O Allah, dhe mos na çon në rrugën e atyre që janë të humbur, nuk kanë dituri. Bojnë disa rituale, po pa dituri, pa fakte, pa argumente. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, këto janë të krishterët. Këto i bazojnë besimet e tyre në çështjet që nuk janë të vërteta. Si i përshkruajnë Allahut bir, thuajnë se Isa alayhis salam është Zot, nëna e tij është Zot, e kështu me radhë, këto janë pa fakte. As Isa nuk i ka thonë alayhis salam këto, as një pejgamber. Po këto pa dituri mundohen të adhurojnë Allahun, edhe ne mund të bijmë në këtë gjendje nëse çesim prej mendes tonë disa rituale, adhurime, dhe mundohemi kështu t'i afrohemi Allahut. Aman pa argument nuk i afrohet Allahut. Pa e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk mund t'i afrohet Allahut askush. Pa me ndjek librin e Allahut nuk mund t'i afrohemi Allahut. Prandaj Allahun e lutim xhalla xhelaluhu që mos na bëje prej atyre që e dinë të vërtetën dhe se pasojnë, dhe mos na bëje prej atyre që nuk e dinë të vërtetën dhe nuk përpiqen ta dinë të vërtetën, të marrin dituri dhe ta praktikojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush se lexon surën El-Fatiha në namaz, ai nuk ka namaz. Pra kjo tregon rëndësinë e përmbajtjes së kësaj sureje. Këto lutjet, këto madhërimet, adhurimet ndaj Allahut mlidhen në këtë sure, dhe kjo surja është kajmaku i librit të Allahut dhe përmban kushtet e besimit, kushtet e islamit, të gjitha gjërat e nevojshme për njeriu për të praktikuar fenë e Allahut. Allahu na bëft prej atyre që e kuptojmë këtë sure, e lexojmë me përkushtim namazin ton dhe i afrohemi Allahut me këtë sure. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.